Fillimisht sigur se edhe Generali Rahman Rama dhe unë e mbështes plotësisht në emër të kolegëve të mi deputet fjalën që bajti ministri dhe misionin e FSK-s atje, edhe si Parti Demokratike kem pas një qëndrim të plodët dhe qartë, por dua përsëri të insistoj në atë pjesën që e patëm edhe sot në paraditën e hershme. Hierarhia gjërave do të ishte që do duhej fillimisht të miratohet bordi i paqes dhe është absurde se si me 22 janar është bajt takimi i parë i bordit të paqes, me 12 shkurt ish presidentja ka dërgu këtë traktat në kuvend të Kosovës, me 13 shkurt i është dërgu qeverisë Kosovës, për 30 ditë nuk ka pas ndonjë opinion ligjor, me qëllim që para se të merret ky vendim, që jemi gjithë për të dërguar FSK në këtë mision të shenjtë, ta pasqyron vullnetin politik. Prandaj edhe fjalimet që i mbajtë dhe fjalët që i thatë janë përtej vendimit që ka marrë qeveria, se ne po marrë me vendim pa e deklaru mirëfillin një vullnet politik dhe ke mujtë me deklaru këtë vullnet politik duke miratu bordin e paqes. Së dyti, bordi i paqes është një organizat e cila është edhe organizat ndërkombëtare, në cilën Kosova është shtet themelus, por është edhe administrat qeverisë kalimtare. Dhe mendoj që kontributi jonë për te misionit shenjtë të FSK-s mund tjetë se çka mund të bën një vend si Kosova që ka qenë ekzemplar i lirisë, ekzemplar i paqes ndërtimit, ekzemplar i shtendërtimit, ekzemplar i ndërtimit të institucioneve, a mund të japëm një kontribut të tillë në shembullin e Gazës. Prandaj mendoj që na po miratojmë një vendim për cilin jemi për, po këtij vendimi po i mungon një mandat i gjerë politik, të cilin na ka mundsuar presidenti Trump me atë traktatin e mirë njohur që të bëhemi pjesë e tij. E di që Komisioni për punë të jashtme do të takohet të martë të mërkurën, por mendoj që do të takohemi të hënën, ta kryejmë javën e ardhshme. Është e pa kuptim kjo blerja e kohës për shkak të këtë shkuptimeve apo për shkak të hapave të gabune që janë bërë deri më tash, do duhet sa më parë ta kem bordin e paqes, ta miratojmë në kuvend bordin e paqes, me që sikur se e thash sot paradite, ne nuk po dërgojmë një mision të FSK-s i cili është vetëm i natyrës emergjente, nuk përqojmë dhe kanë me hekbor atje. As mu marrë me ndonjë punë kështu fizike. Përqojmë dhe kanë me një mandat politik dhe mandati politik do të bazohet me qëllimet, të cilat qëllime politike burojnë prej vullnetit të kuvendit të Kosovës, por për misionit që do të ketë një politik e jashtme. Të nderuar kolegë, ju kisha ftuar edhe një herë, mos e shndroni në temë bordin e paqes, sillni në kuvend ta miratojmë. Sillni në kuvend që ta miratojmë dhe si rrjedhojë e kësaj do duhet të ishte ky vendim për ta dërguar FSK-n në Gaza. Përndryshe, e di që kanë marrë vizat për Egjiptit, 22 pjesëtar tonë, e di që dhe në kalune kemi çu misionet të ndryshme në vendet të ndryshme të botës dhe në Argentinë, por pse po hek një dorë prej një pjesëmarrje politike e cila përvojën tonë vendore do ta pasqyronte në mënyrën më të mirë në një përvojë ndërkombëtare për një konflikt i cili është konflikt botror. Prandaj pjoftoj edhe herë si shumicë, nuk di pse po hezitoni. Dhe fjalia me fundit është kjo. Ne nuk votojmë asnjë germ e cila do ta ndryshonte atë traktat, se s'ma merr mendje që do të bëjmë eksperimente të tilla me traktate ndërkombëtare, ku dihet që traktatet ndërkombëtare qëndrojnë përputhje me të drejtën ndërkombëtare, qëndrojnë përputhje edhe me të drejtën tonë ligjore, përputhje me kushtetutën tonë, përputhje me ligjet tona në fuqi. Prandaj mos eksperimentoni dhe sot do duhej Ministri Maqedonci para se ju që ta
marrni fjalën për ta dërguar misionin e FSK-s atje, do duhet fillimisht në mënyrë solemne këtë ngjarje të bëjmë edhe më të madhe duke miratuar bordin e paqes.